Labi dhe Eliona përballen me njëri tjetrin. Atmosfera është e ngarkuar me tension dhe emocionet janë të dukshme në shikimet e tyre. Labi afrohet Elionës me një ton serioz dhe të vendosur, ndërsa ajo e sheh me një kombinim habie dhe shqetësimi. Heshtja për disa sekonda ndërmjet tyre rrit ndjesinë e rëndësisë së momentit. Labi fillon të flasë me vendosmëri, duke i thënë Elionës se e konsideron të dobët në mënyrën se si vepron brenda shtëpisë. Ai shpjegon se ajo ka mbështetje minimale nga banorët e tjerë dhe se vetëm Klodi dhe Benita e kanë pranuar dhe mbështetur deri tani. Fjalët e tij janë të ngadalta dhe të menduara, duke theksuar rëndësinë e situatës dhe duke e bërë Elionën të reflektojë mbi veprimet dhe lidhjet që ka krijuar. Eliona e dëgjon me fytyrë të tensionuar. Ajo ndjen një përzierje emocionesh, pak mlef, pak turp, por edhe dëshirë për të shpjeguar veten. Ajo përpiqet të përgjigjet, por Labi e ndalon pak me shikim serioz, duke treguar se dëshiron të flasë dhe të sqarohet pa ndërprerje. Labi vazhdon, duke e shpjeguar se është i shqetësuar për mënyrën se si Eliona sillet me banorët e tjerë dhe se kjo po krijon tension brenda shtëpisë. Ai thekson se kjo nuk është vetëm perceptimi i tij, por diçka që shihet nga të gjithë dhe që ndikon në marrëdhëniet e përgjithshme të grupit. Ai i tregon se fakti që vetëm Klodi dhe Benita e kanë mbështetur e bën situatën më të vështirë për të, dhe se ajo duhet të kuptojë ndikimin që ka tek të tjerët. Eliona përpiqet të shpjegojë arsyet e veprimeve të saj, duke treguar se ndjen se po përpiqet të ndërtojë lidhje dhe të gjejë vendin e vet brenda grupit. Ajo tregon se ndonjëherë ndihet e pasigurt dhe kjo ndikon në mënyrën se si sillet. Biseda ndërmjet tyre zgjat me ndërprerje të shkurtra për të reflektuar dhe menduar, duke e bërë çdo minutë të duket më e rëndësishme. Labi nuk e gjykon Elionën vetëm për veprimet e saj, por përpiqet t'i tregojë një perspektivë të qartë dhe të sinqertë. Ai i thotë se dobësia që ai sheh nuk është vetëm një tipar i saj, por një sfidë që duhet të përballojë dhe të kuptojë, në mënyrë që të ndërtojë marrëdhënie më të forta dhe më të shëndetshme brenda shtëpisë. Eliona fillon të reflektojë më thellë. Ajo ndjen se Labi po fliste me sinqeritet dhe se fjalët e tij nuk janë për ta dëmtuar, por për t'i treguar një realitet që ndoshta ajo ka injoruar. Heshtja ndërsa shikojnë njëri tjetrin është e ngarkuar me emocione dhe bën që çdo fjalë që pason të ndihet më dramatike. Biseda vazhdon gradualisht, duke përfshirë pyetje, reflektime dhe reagime të vogla jo verbale që tregojnë ndjenjat e tyre të brendshme. Ata diskutojnë mënyrat se si Eliona mund të përmirësojë marrëdhëniet me banorët e tjerë dhe të tregojë forcë emocionale, pa humbur integritetin e saj. Në minutat e fundit të dialogut, tensioni fillon të ulet. Eliona ndjehet më e kuptuar dhe më e qetë, ndërsa Labi ndjen që ka sqaruar situatën dhe ka bërë të qartë perspektivën e tij. Ky moment dramatik dhe emocional zgjas